Në fakt, e thash edhe herën e kaluar që Romakët, megjithëse është një nga librat që janë shkruar shumë libra rreth librit të Romakëve, mendoj që janë ende pak. Ka shumë thellësi brenda. Edhe e ripërtërin shpirtin, mos harroni atë që lexuam nga Psalmi 19 sot. Në fakt isha më dyshas nëse do ta bënim jemi tek kapitulli 8, nga vargjet 14 deri në 17, por nuk do bëjmë 17, do qëndrojmë deri tek 16, pra vargjet 14, 15 edhe 16. Le të lexojmë nga fjala e Zotit, edhe është nga përkthimi i ri, në fakt, nga përkthimet besoj që janë më të mira afër originalit, është përkthimi i parë që është bërë direkt nga origjinali dhe thot kështu: Se gjithë ata që udhëhiqen prej frymës së Perëndis, këta janë bij të Perëndis. Se ju nuk morët një frymë skllavërie për të pasur përsëri frikë, por morët frymën e birësimit, me anë të cilit thërrasim Aba, o Atë. Vetë fryma dëshmon, bashkë me frymën tonë, se jemi fëmijë të Perëndis. Interesante është që pjesa e parë, ku thotë se gjithë ata që udhëhiqen prej frymës së Perëndis, këta janë bij të Perëndis, është si një deklarim, dhe më pas thotë se ju nuk morët një frymë skllavërie. Pra e para është një deklarim dhe e dyta na tregon pak më tepër. Pavarësisht se kuptojmë, e mendojmë apo e kemi qëllim në vetvete, secili prej nesh udhëhiqet, drejtohet nga diçka në jetën e tij. Pavarësisht se duket si fjalë e madhe, fjala udhëheqje, duket sikur është filozofike, hajtë të mendojmë për ca shpike, harxhon apo jo shumë kohë duke menduar, ti ende vazhdon të udhëhiqesh nga diçka, me vetëdije apo pa vetëdije. Pavarësisht moshës tënde, ti përsëri vazhdon të udhëhiqesh nga diçka. Po çfarë do të thotë të udhëhiqesh? Më pëlqen shumë fjala në shqip, po e shifja pak dhe tek fjalori udhëheq. Domethënë është një udhë, është një drejtim, është një rrugë, dhe heq në kuptimin e ecjes, të ecjes në këtë rrugë. Pra ke një rrugë në të cilën ti hec. Në fakt ti ndikohesh personalisht, formohesh në mendimet e tua, drejtohesh në këtë udhëtim që ti ke, nga arsye të jashtme apo të brendshme, me vetëdije apo pa vetëdije, të cilat do të përcaktojnë rrugën tënde të jetës. Shpresoj që do të kemi mendjen, sepse fjala e Zotit është kaq reale për mënyrën se si jetojmë, jo thjesht një fjalë teorike diku atje tej për ca gjëra të bukura shpirtërore, por është realisht për mendjen, trupin, qenjen, gjithë plotësinë tënde. Madje gjithë jeta e njeriu të ndërtohet rreth asaj që ai synon të shkojë, ku aktiviteti, veprimtaria, mënyrat të menduarit, dëshirat, emocionet e reflektojnë këtë gjë. Për shembull, nëse dikush udhëhiqet nga suksesi në jetë, gjithë orari i jetës së tij, aktivitetet e jetës së tij, ai do të jetë duke menduar këtë gjë do ta bëj, këtë gjë nuk do ta bëj, do të jetë ndërtuar në shërbim të këtij drejtimi, në shërbim të kësaj udhëheqje. Dhe do marr disa shembuj që ta kuptojmë pak që kjo lidhet me jetën tënde shumë ngushtë. Prandaj fjala e Zotit nuk na tregon thjesht për ca ngjarje, por ka të bëjë me jetën tënde. Imagjinoni pak një prind që ka fëmijën e sëmurë. Dakor, jo thjesht me temperaturë, por ka një fëmijë që ka lindur me problem. Tani imagjino pak gjithë jeta e tij që nga ai çast nuk do të jetë më e njëjtë. Jeta e tij tashmë do të udhëhiqet në një mënyrë që do të ndërtohet rreth asaj situate. Për shembull, ai do përpiqet të gjejë një punë bashkë me bashkëshorten që do të mund të alternojnë kohën e tyre në mënyrë që të shërbejnë fëmijës. Në të njëjtën mënyrë do të jetë koha e tyre me familjarët apo me njerëz të tjerë. Çdo gjë do të ndryshojë ritmin për shkak të këtij drejtimi, për shkak të kësaj udhëheqjeje. Imagjinoni pak një burrë që është i udhëhequr nga egoizmi.
sa kohë kalon në familje, sa kohë kalon me gjërat që duhet të ndihmoj të tjerët. Absolutisht fare, ose shumë pak, sepse gjithë dëshira e tij është i udhëhequr nga një drejtim tjetër, jam unë. Imagjino pak një adoleshent që synon një të ardhme të mirë për jetën. A mendoni se ai thjesht harxhon kohë jashtë duke u vërdallisur me ca shokë të tjerë në lagje? Absolutisht jo. E ka shumë të qartë çfarë do të bëjë në jetën e tij. Imagjinoni pak një vajzë që pëlqen adoleshente, që pëlqen të jetë e bukur. A mendoni se do të sakrifikonte apo jo gjumin në mëngjes për të pikturuar në fytyrën e saj? Patjetër. Domethënë çdo gjë që ne bëjmë ka një drejtim. Imagjinoni pak një shembull për një burr kur thon, "Këtë udhëheq gruaja." E ka kapur gruaja për hunde dhe e tërheq. Domethënë ideja është se ai bën ato që i thot ajo, pra ka një drejtim jeta e tij. Ka shumë raste kur njerëzit udhëhiqen nga mosvlerësimi për jetën e tyre. Edhe gjithë jetën e tyre kalojnë në mosvlerësim. Ka shumë njerëz që udhëhiqen nga dështimet që mund të kenë përjetuar në jetën e tyre. Dhe gjithmonë tingëllon ajo fjalë që ndoshta kanë dëgjuar që në moshë të vogël nga prindrit, ti nuk bën asgjë, ti nuk je i mirë, ti nuk je mjaftueshëm i aftë të bësh këtë pjesë. Ka njerëz që udhëhiqen nga zymtësia, nga vështirësitë e rrethanave të jetës, nga të shkuar apo nga të tashme, që gjithë jetën e tyre kanë të zymt, edhe kur ulesh me ta, shohin gjërat vetëm në aspektin negativ. Ka njerëz që udhëhiqen nga paraja, puna apo rehatia në jetën e tyre. Dhe çdo gjë që bëjnë është në funksion të kësaj pjese. Ka fëmijët sot, ose njerëzit që shkojnë në shkollë, udhëhiqen nga një ardhme më e mirë. Prandaj sakrifikojnë gjumin e mëngjesit, ditën e diel mund të flenë pak më gjatë, ose ditën e shtunë, po ditën e hënë edhe po të duan të flenë, nuk mundet të flenë, pra i duhet të sakrifikojnë disa gjëra për një të ardhme më të mirë. Pra duam apo s'duam, ne të gjithë nuk mund të përjashtohemi në këtë pjesë. Ne të gjithë udhëhiqemi nga diçka në jetën tonë. Tani vargu 12, pak më sipër, na tregon se çfarë do të si duket praktikisht. Ka një fjalë shumë interesante aty, kur na tregon se si duket të qenit i udhëhequr. Dhe thot kështu, duke thënë fjalën tek vargu 12 thot: "Jemi borxhlinj jo ndaj mishit, por duke për të jetuar sipas mishit." Pra çfarë po na thot, na identifikon fjalën udhëheqje pak më poshtë, praktikisht me idenë e të qenit borxhli, ja ke detyrim. Për shembull, udhëheqja karakterizohet nga një ja ke borxh. Ndoshta jo kaq trash saç mund të duket, por kështu është. Ti jeton si kur e ke për detyrim këtë gjë. Prandaj duke marr pak shembuj pak më përpara, imagjino pak një person shkon në shkollë për një të ardhme më të mirë, pra ja ka borxh vetes një të ardhme të mirë, prandaj po jeton duke sakrifikuar gjumin e mëngjesit apo aktivitetet që do donte të bënte, në varësi të kësaj që ja ka borxh, po jeton sikur ja ka borxh të ardhmes, ja ka detyrim. Imagjinoni pak një person që për shembull morëm raste që ka një fëmijë të sëmur. Ai do jetojë jetën e tij sikur i është borxhli asaj gjëje. Pra jeton në këtë pjesë. Për ju që keni marrë kredi në bankë, të jetuarit e jetës është që pasi me rogën, gjën e parë që ti dëshiron të bësh është të shlyesh kredin atij muaji, sepse me gjërat e tjera mund të luash, por me atë s'mund të luash sepse ka detyrime të tjera dhe ti jeton nën këtë detyrim. Pra jeton sikur ja ke borxh kësaj gjëje. Mos harroni që të qenit i udhëhequr nga diçka kërkon nënshtrim. Kjo është nënshtrim, ti nënshtron gjumin tënd, ti nënshtron diçka tjetër, sakrifikon diçka për të arritur një gjë. Tani duke pasur këtë ndërmend, mos harroni në fakt çfarë po na thot vargu 14. Na tregon duke thënë kështu, konkretisht, se gjithë ata që udhëhiqen prej frymës së Perëndis. Pra po na tregon që ka dy lloj grupe njerëzish. Ata që vendosin veten realisht nën udhëheqjen e frymës së Perëndis dhe ata
që mendojnë ose jo që e vendosin veten nën udhëheqjen e frymës së Perëndis. Pra ka njerëz që janë realisht, ka njerëz që nuk janë realisht nën udhëheqjen e frymës së Perëndis. Në fakt, kjo do thotë që kjo do të jetë primare në jetën tënde. Nuk do thotë që do të jetë çdo gjë është vetëm kjo, por kjo është primarja, ky është ai qëllimi i madh i jetës. Kjo nuk do të thotë që ti nuk do hash bukë, por do të thotë që edhe kur ta hash, do ta bësh me këtë qëllim, edhe kur të pish, do ta bësh me këtë qëllim, edhe kur të shkosh diku, ky do të jetë qëllimi i madh i jetës. Tani të shohim pak në lidhje me këtë punën e frymës së Perëndis. Çfarë është kjo? Është një koncept abstrakt? Jo, në fakt fryma e Perëndis është një person, është personi i tretë i Trinitetit. Fryma e Zotit na është dhënë, në fakt Bibla thotë si ka parë, si garanci kur ti shkon të blesh një plaçk, ti i thua, po t'i jap gjysmën e pagesës për të më mbajtur edhe do të vi ta marr. Fryma e Shenjtë, Bibla na tregon që na u dha atyre që besojnë si një garanci nga Zoti Jezus që ti je i imi. Në momentin që ti beson i Jezusin, fryma e Perëndis vjen dhe transformon jetën tënde dhe ai brenda banon tek besimtari. Tani nuk është teori, është realitet. Fryma e Perëndis i jep gërmës së Biblës jetë. E merr shkrimin e Perëndis, që është gërmë e shkruar në letër, dhe i jep jetë teksa ti e merr dhe lexon, e bën real në shpirtin dhe në jetën tënde, na inkurajon, na shenjtëron që ta vëmë në zbatim shkrimin. Shkrimi dhe fryma nuk janë në konflikt, fryma e Perëndis me shkrimin. Nuk është që fryma bën diçka të pavarur nga shkrimi. Si shpirti i njeriu i jep jetë trupit, kështu është edhe fryma me shkrimin. Trupi është si shkrimi që pa frymën nuk merr jetë. Në moment që është fryma e Perëndis, shkrimi, Bibla, merr jetë. Tani, çdo do thotë të udhëhiqesh, të drejtohesh nga ky person, nga fryma e Perëndis. Dëgjojeni mirë. Ti vendos në mënyrë të përditshme, jo thjesht një herë, por ti vendos në mënyrë të përditshme, je gjithmonë në këtë lloj ingranimi, deri në vdekje. Nuk do të mbaroj, deri në ditën që do të mbyllësh syt, që mendimet e tua sot në këtë ditë do të ndikohen, do të udhëhiqen, do të nënshtrohen, do të jenë në përputhje me shkrimin. Ti vendos në këtë ditë që fjalët që do të nxjerrësh nga goja, në mënyrë të përditshme, derisa vdekja të vijë, do të jenë në mënyrë që do të ndikohen, do të udhëhiqen, do të nënshtrohen, do të kontrollohen, do të jenë në përputhje me shkrimin. Ti vendos pavarësisht emocioneve dhe je në luftë me emocionet e mishit tënd, që do të jetë në përputhje me ndikimin, do të udhëhiqen, do të nënshtrohen, do të kontrollohen, do të jenë në përputhje me atë që na mëson shkrimi. Ti vendos që sjellja jote e përditshme në gjërat më të vogla që kur del nga shtëpia deri në gjërat më të mëdha kur kthehesh përsëri, do të ndikohet, do të udhëhiqet, dhe kjo nuk është e lehtë, por është një betejë e përditshme që besimtari nuk heq dorë, sepse e di kujt i përket. Vendos që zgjedhjet e tua për të nesërmen do të ndikohen, do të udhëhiqen, do të nënshtrohen shkrimit. Vendos që gjithë jeta jote do t'i nënshtrohet shkrimit. Ky është një vendim i përditshëm, jo thjesht emocional, Zoti Jezus unë besoj në ty, por është derisa të vesh dhe të atakosh Zotin Jezus ballë për ballë, ti jeni një betejë që emocionet, fjalët, dëshirat do të jenë në përputhje me shkrimin. Çështja është si mund të jetë kjo kur ti nuk e njeh shkrimin. Prandaj merret shkrimi në mënyrë të përditshme. Interesante është që po kërkoja tek ChatGPT-ja. Të gjithë e përdorim. Edhe cilat janë 3 arsyet më të mëdha dhe më të shpeshta në botë që drejtojnë jetën e njerëzve. 3 arsyet, 3 më të shpeshta që jetojnë njerëzit në drejtimin e këtyre. Edhe e para fare ishte frika. Shumë interesante. Në gjithë botën është si, wow,
E dyta ishte dëshira ose nevoja për të qenë i pranuar. E treta, rehatia dhe kënaqësia. Shumë interesante që këto përsëri nga ChatGPT-ja kanë qenë pothuajse në çdo kohë të historisë njerëzore. Pavarësisht brezave, mbeten të njëjta. Edhe do ta shohim pak. Shohim pak çështjen e parë, frikën, se njerëzit po unë s'kam frikë. Në fakt ka disa lloje frikrash. Ka frika për të ardhmen, që na drejton të marrim vendime sot, është frika për të tashmen, që të drejton të marrësh me përsëri vendime përsëri sot, është frika për dështim, po sikur të dështoj këtu, po sikur të sëmure me filan gjë, po sikur të më ndodh kjo, është frika për një humbje, mos se humb këtë të afërm, mos humb këtë gjë, është frika për gjykim nga të tjerët, mos me gjykojnë të tjerët, frika se nuk jam i mjaftueshëm i mirë, frika se kam pasiguri për të tashmen dhe për të ardhmen, dhe frika e së shkuarës, se mos dal në pah dhe dikush zbulon të shkuarën. Frika e ka bazën e saj te pasiguria, kur je i pasigurt. Për shkak se unë jam përballë një të ardhmen që ka shenja jo të mira, sepse jetojmë në një botë të rënë, frika fillon të zërë vend. Edhe kur rrethanat mund të jenë pozitive, duket çdo gjë mirë, përsëri frika ndodhet e gatshme për të drejtuar në momentin më të parë që shenjat e para fillojnë të dalin në sipërfaqe. Frika ruan vreshtin, e kemi si shprehje popullore. Ti jeton sikur ja ke borxh detyrim frikës, kështu që ti jeton nën këtë detyrim. Frika nuk është thjesht se ti je në çdo çast ke frikë nga dikush, por ka shumë lloje frikrash, siç e përmendëm, dhe të gjithë prej nesh kemi mundësinë të ndikohemi fuqishëm nga kjo. Po çfarë ndikimi ka frika në jetën time reale? Të bën të qëndrosh në situatë që nuk të pëlqen, ndihesh i mpir për të ecur përpara. Eviton riskun dhe mundësitë e reja që t'i jepen, sepse ke frikë se mos dështosh. Gjen një turm, një grup të ngjashëm për të ndjerë mirë. Përpiqesh të gjesh ca persona që do të kuptojnë dhe do t'i japin masazh mendimit e gjendjes tënde. Zgjedhin rehatin në kurisë të rritjes, të ecjes përpara. Zëri brendshëm çfarë thot? Po sikur të shkoj keq, ose me siguri do të shkoj keq. Kemi ca personazhe që fjala e Perëndis na i tregon, sepse Bibla nuk është thjesht një libër i zbritur nga qielli dhe na flet për gjëra hyjnore aty lart, por është libër që Zoti përdori jetët reale të njerëzve për të treguar transformimin dhe mrekullinë që ai bën. Si thoshte edhe kënga, 2 mrekulli sot unë po dëshmoj, krejti pa vlerë, po vlerë unë kam, dhe që atje në kryq gjithçka u mor. Kemi Adamin dhe Evën, tek Zanafilla 3:8, në momentin që pasi kishin mëkatuar, dëgjuan zërin e Zotit në kopshtin e Edenit, në fladin e ditës. Dhe di çfarë ishte frika e tyre? Si thot Adami, dëgjova zërin tënd dhe pata frikë dhe jep arsyen sepse jam lakuriq. Dhe çfarë ishte rezultati? U fsheh në pemët e kopshtit. Adami, Zotit, u fsheh në pemët e kopshtit. Frika bëri që të fshihej në pemët e kopshtit. Kaini, djali i Adamit dhe Evës, tek Zanafilla 4:13 dhe 14 pati frikë nga dënimi, kur Zoti ja dha dënimin, pati frikë se njerëzit do e vrisnin. Ky vrasës që vrau vllajën e vet, pati frikë se njerëzit do e vrisnin. Në fakt, çfarë ishte rezultati? U ankua dhe u shqetësua për sigurinë e tij. Kush? Kaini, ky vrasës. Abrahami, kemi 2 raste në fakt, pati frikë se do e vrisnin, dhe kjo është interesante që ishte pasi kishte marrë premtimin nga Zoti. Çfarë ishte premtimi që Zoti tha drejt për drejt Abrahamit? Nga ti do të bëj një komb të madh. Wow, vetë Perëndia i foli drejt për drejt. Dhe pak pasi kishte ndodhur kjo ngjarje, jo 1 herë, po 2 herë,
Vetë Abrahami pati frikë se do ta vrisnin për shkak të gruas së tij. Gruan e kishte shumë të bukur dhe mendonte do më vrasin mua, kështu që çfarë unë do të them që Sara është motra ime. U përpoq të mbulonte nga frika të jepte një zgjidhje situatës, në këtë mënyrë mua do më nderojnë, sepse do mendojnë që janë vllai yt dhe këta mbretër që duan të merrnin ty për grua, do më nderojnë mua. 2 herë kemi Jakobin, djalin e Isakut, përsëri tek Zanafilla, pati frikë se do e vriste i vllai Esau, jo 1 herë, po 2 herë. Dhe si rezultat u largua dhe jeta e tij mori rrjedh komplet tjetër. Edhe kur vajti të takoj me vllain, kishte frikë se ndoshta vllai do ta ekzekutonte atë dhe familjen e tij. Kemi Mojsiun, personazh shumë i fortë në Bibël, tek Eksodi 2:14 dhe 15, që mendoi të bënte një revolucion duke ngritur në këmbë vetë popullin ai, personi, duke vrarë një egjiptas. Dhe çfarë ishte rezultati i frikës? U largua për në Median. Kemi mbretin Saul te letra e parë e Samuelit 15:24, shumë interesante është që pati frikë njerëzit se do humbiste aprovimin e tyre. Dhe si rezultat, nuk ju bind urdhrit të Perëndis. Kemi mbretin David, që pati frikë Akaian të Gathit dhe u sol sikur të ishte i çmendur, sikur ishte budalla, sepse mendonte se do ta vriste, dhe duke u sjell, duke gënjur sikur të ishte budalla, i çmendur, i marr, mendoi që ky do më pranoj tani, do thotë mos e gjyna ta vras, dhe filloi të mashtronte në këtë lloj forme. Te 1 Samueli keni kapitullin 21, 12, 13, dhe ti shef ta persona dhe ti thua, wow, këta patën frikra dhe patën këto rezultate në jetën e tyre? Po, Biblia nuk fsheh asnjë lloj mëkati. Biblia nuk ngren në piedestal asnjë person të madh. Interesante është, kisha shumë qejf që t'ja u thoja këtë pjesë, dhe dëgjojeni pak mirë, që Mojsiu doli dhe nxori më pas gjithë popullin e Izraelit nga Egjipti, gati 2 milion njerëz dolën në mënyrë hyjnore pas kalimit të një periudhe shumë të gjatë në vështirësi të mëdha për shkak të faraonit, dhe aty Zoti i jep Mojsiu gjithë çfarë kishte ndodhur më përpara, të 5 librat, dhe imagjinoni pak, ky popull tani ishte në shkretëtir, sapo kishte dalë nga populli i Egjiptit dhe nga gjithë skllavëria që kishin pasur aty, dhe ishin të tmerruar dhe kishin shumë inat faraonin. Tani Zoti i flet Mojsiut dhe i tregon Mojsiut për këtë Abrahamin, atin e gjithë këtij kombi, për dobësitë e tij. Dhe madje ka një shembull po në këtë histori ku një faraon shumë kohë më përpara i Egjiptit është më i drejtë se Abrahami. Wow! Imagjino pak, cila histori, cili vend do të tregonte dështimet e herojit të tyre kombëtar kundrejt armiqve. Do përpiqeshin ta ulnin, por fjala e Perëndis e tregon të bardhën të bardhë dhe të zezën të zezë, dhe na tregon që këto njerëz kishin realisht frikra. Prandaj, mos ki frikë se ke frikë. Sepse është normale të kesh frikë, është njerëzore të kesh frikë. Çështja është çfarë të bësh me këtë pjesë. Do ta shohim atë pjesë. Cili ishte e dyta, e mbani mend? Dëshira ose nevoja për pranim. Dëshiron të përshtatesh me shumicën, me atë që ka fuqinë. Ke nevojë për afirmim, pëlqim, vëmendje. Mendimet e të tjerëve të ndikojnë dhe bën mënyra dhe standardi që ti mat jetën tënde. Shikon se sa like të kanë bërë njerëzit, shikon se sa i afirmuar je në shoqërinë tënde, dhe kur ti ke dështuar, përpiqesh të mbulosh të shkuarën. Dhe çfarë bën si rezultat i kësaj? Ti prish vetveten. Ti ndryshon sjelljen për të përshtatur të tjerëve, ti jeton me 2 fytyra, në turmë dhe në veten tënde. Fsheh mendimet e vërteta, e ndërton jetën në mënyrë që t'ju pëlqesh të tjerëve. Në mënyrë që shokët dhe shoqet në klasën tënde të ta afirmojnë, sepse ata janë shumica dhe ecin me ritmin e kohës ata, kurse ti je pak i brapambetur, kështu që përpiqesh që dhe ti jesh pak cool, në mënyrë që
të përshtatesh. Dhe çfarë thot Zëri i brendshëm? Çfarë mendojnë të tjerët për mua? A, këtu e prishe, nuk u përshtatej me të tjerët. A ka personazhe në Bibël që kanë bërë këtë çështje, kanë pasur këtë çështje? Patjetër. Aroni, kryeprifti i parë, në fakt për shkak se donte aprovimin e njerëzve, arsyeja që i jep Mojsiut pse bëri viçin e artë, ishte që të kishte aprovimin e njerëzve. Nuk kundërshtonte dot turmën, ishin shumë ata për t'i kundërshtuar. Dhe çfarë rezultati? Bëri viçin e artë, ra dakord për të bërë diçka që turma donte. Shubica jo gjithmonë tregon që ka të drejtë. Mbreti Saul te 1 Samueli 15:24 pati frikë reagimin e njerëzve dhe nuk ju bin Perëndis për urdhrin ndaj amalekitëve. Shifeni po të doni. Kemi Solomonin, për të mos ju prishur qejfin dhe dëshirën grave të shumta që kishte, lejoi adhurimin e idhujve. Kemi Rehoboamin, që për të marrë aprovimin e shokëve, djalin e Solomonit, refuzoi këshillën e mençur dhe veproi me ashpërsi, dhe kjo kushtoi shumë, pati pasoja. Kemi Pietrin, për shkak të pranimit dhe sigurisë në shoqëri, në atë ambient ku ishte, çfarë bëi? Mohoi që të njihte Jezusin. Dhe ka një pjesë shumë interesante aty kur Bibla thot që pasi gjeli këndoi 3 herë, ishte një vështrim që Jezusi shkëmbeu me Pietrin. Dhe mendoj që ai vështrim goditi thellësinë e zemrës së Pietrit për të shkuar dhe për të penduar më pas. Prandaj ka pasur mjaft personazhe në Bibël që kanë pasur këtë problem dhe këtë udhëheqje. Cila ishte e treta? Rehatia dhe kënaqësia. Çfarë do të thotë? Është bërë shumë në modë në kohën e sotme. Shmang pa rehatin, zgjedh kënaqësinë e momentit, harxhon kohë të tëra të pavlerë duke luajtur me ca lojra që kurrë në jetën tënde nuk do të mbeten në memorje. Zgjedh rrugën më të lehtë. Jemi bërë një shoqëri kaq shumë apatike që kërkojmë rehatin, saqë dhe kur të pushon dikush nga puna, punë e madhe. Por do pushosh, s'ke për të ngrënë, s'ka gjë, punë e madhe. Është një apati ku mungon dëshira për të ecur përpara, është një rehati vetëm e çastit. U doj shtëpia, mos ka problem. Nuk ka problem. Edhe nuk di se si mund ta ngresh, ta nxjerrësh nga kjo rehati ku ka rënë, dhe është një rehati që do ta shkatërrojë këtë person. I shtyn gjërat dhe nuk i mbaron asnjëherë. Mbush jetën me telefon, rrjete sociale, me lojra, shmang punën e rëndësishme dhe Zëri i brendshëm e di çfarë thot? Pastaj. E bëj pastaj. A ka personazhe që janë në këtë udhëheqje në Bibël? Patjetër. Eva. Wow. Dëshira për frutin që duke i mirë dhe premtonte mençuri vetëm me një kafshim. Pa shumë punë. Interesante është që kur Iligu i ofroi mundësinë që të merrte nga pema e njohjes së mirës dhe së keqes, nuk i tha të bënte shumë punë, por vetëm një kafshim, vetëm një frut do ta bënte. Wow, çfarë atje, një shkop magjik. Dhe çfarë bëri? Hëngri frutin e ndaluar. Kemi Esaun, që për shkak të ushqimit të momentit, për shkak se kishte donte këtë rehatin e çastit, për një pjatë sup thjerzash. Kështu që kur të hani thjerzat, kujtoni Esaun. Esau e shndroi, e shiti privilegjin e madh të qenit i parë linduri vetëm për një sup me këtë lloj gjelle. Përçmoi parbirrin, që dhe me lotë e kërkoi pastaj dhe nuk e mori dot më. Kemi Samsonin, prandaj ka pasoja mënyra se si veprojmë, se si udhëhiqemi në jetë. Kemi Samsonin që për shkak të tërheqjes dhe dëshirës seksuale, në mënyrë të vazhdueshme injoroi bindjen ndaj Perëndis, dhe ka shumë njerëz sot që jetojnë në udhëheqjen e dëshirave, pasioneve seksuale. Media sot në telefon është bërë një armë e fuqishme për të dëmtuar ty, sepse ti shumë lehtë sot mund të hysh në përfaqe që do të ushqejnë dëshirën tënde seksuale dhe nuk kanë
për të ngopur ndonjëherë vetëm kanë për të shkatruar. Pavarësisht moshës, kushdo që ka një telefon ka këtë mundësi, dhe kjo është e tmerrshme. Kemi Davidin, që për shkak të dëshirës përsëri seksuale dhe të turpit, shkeli besnikërinë martësore dhe shkoi dhe u bë dhe vrasës. Domethënë, e keqja filloi të shkonte gjithmonë dhe më tepër në mënyrë që të mbulonte të keqen e parë, duke mbuluar të keqen e parë, u zhyt edhe më shumë në një spirale që shkonte për thellë dhe për poshtë. Kemi Solomonin përsëri djalin e tij, që për shkak të luksit, për shkak të dëshirës së madhe për të patur shumë gra dhe luksit të madh që pati, Bibla thot një pasazh në fund fare për jetën e tij. Zemra e tij u largua nga Zoti. Nuk ndodhi brenda një dite, por ishte një udhëtim. Çfarë ndodh me frikën, me pranimin, me dëshirën e atin kur ti bëhesh me të vërtet besimtar dhe ke këto luftra brenda teje? Në fakt, pasazhi po na thot të gjithë ata që udhëhiqen prej frymës së Perëndis. Ne pam kush ishte pak fryma e Perëndis, ne pam pak për çështjen e udhëheqjes. Tani vini re tek vargu 15, ka një pjesë shumë të bukur. Ju nuk morët, tani keni parasysh frikën, pranimin dhe dëshirën dhe rehatin. Dhe vargu 15 thot kështu: një frymë skllavërie. Ju nuk morët një frymë skllavërie që të udhëheq. Prandaj frika, pranimi, dëshira për rehatin e çastit, këto janë një frymë skllavërie. Por çfarë thot? E kundërta e kësaj, morët frymën e birësimit. Ju u adoptuat në momentin që ti beson të Perëndin, ti adoptohesh, ti merr titullin e lartë, thot tek Ungjilli sipas Gjonit, të gjithë ata që e pranuan, ai u dha pushtetin, privilegjin të jenë fëmijë të Perëndis dhe nuk je më i njëjti. Frika, tashmë thot tek vargu shumë interesant, tek vargu 15, Aba, o atë. Aba është fjala jo formale në hebraisht për të thënë o babush. Edhe ideja është për këtë afrimitet kaq të madh kur kjo patjetër që e godet, e çrënjëzon frikën nga e pasigurta, frikën nga e shkuara, frikën nga e tashmja, sepse ti ke sigurinë që ai që krijoi qiellin dhe tokën është ati yt, është babushi, e thënë në këtë lloj forme, ashtu si një fëmijë i vogël nuk ka frikë të shkojë tek ati, me shumë dashuri dhe dashamirësi dhe me nxitim vrapon për tek ati. Interesante do të që jeni bi të birësuar, bi të Perëndis, dhe çfarë pranimi më të madh do doje se sa të kuptosh që i përket kësaj familje. Çfarë rehatie më të madhe do të kishe për të kuptuar se kjo është pozita jote. Dhe shumë interesante thotë që dëshmon fryma e Perëndis bashkë me frymën time. Jo thjesht i dëshmon frymës sime, por konfirmon bashkë me frymën, me shpirtin tim që jam fëmijë i Perëndis. Jo që do të jem, por ky është statusi im. Unë jam fëmijë i Perëndis. Si ta aplikoj këtë në jetën time? Se ne nuk vuajmë ndonjëherë për teori, por për praktikë. Në fakt kërkon punë, po si punë. Çdo ditë lërmënjan, cakto, kalo një kohë cilësore me Biblën për ta lexuar, për ta studiuar, për të medituar, le që shkrimi do të bëhet ushqimi yt më i rëndësishëm. Interesante është që sado që të zënë mund të jemi në jetë, ne përsëri gjejmë mënyrën për të ushqyer, duke marrë diçka të shpejt diku, apo nuk mund të lëm një vakt, por nuk rrim ditë tëra pa ushqyer. Por shpirtërisht, ka shumë njerëz që quhen veten besimtar që mund të rinë me ditë dhe me javë të tëra, pa ngrënë shpirtërisht. Dhe si mund të rritesh? Do i ngjash shpirtërisht atyre kufomave në kohën e luftës së dytë botërore, aq të dobët shpirtërisht. Tjetra është që vendos luftoj që stili i Jezusit në jetën tënde të jetë stili i jetës tënde, në mënyrë që jeta jote në çdo aspekt i ngjas këtij shembulli. Ne kemi një shembull që na është dhënë në Bibël, është Krishti.
Mos harroni, ai ishte patjetër Zoti, por ishte njeri dhe Bibla na tregoi që ky është shembulli i yt dhe imi i vetëm. Nuk është Abrahami, nuk është Mojsiu. Këto janë mundësi shumë të mira që të njohim dobësitë dhe të njohim se si Perëndia punoi në njerëz të rënë, por Krishti është shembulli më perfekt që ti dhe unë kemi nevojë të ndjekësh. Prandaj stili i jetës tënde duhet i përshtatet, duhet i të ngjashëm, duhet të shkojë, duhet i të udhëhequr nga stili i Jezusit. Ndrysho rutinën e jetës tënde, nuk ka mundësi që të jesh besimtar dhe të kesh të njëjtën rutinë që nuk tregon që je besimtar. Ndrysho rutinën e jetës tënde në mënyrë që fjala e Zotit jetë qendra kur ti ndërton jetën tënde. Kemi një shprehje, bën baba të të ngjaj. Në fakt sa më shumë kohë kalon ti e vë re veten që fillon dhe i ngjan në zakone, në mënyrë të vepruarit babait tënd. Biri duhet t'i ngjaj atit, duhet të reflektojë atin. Dhe kur ti bësh biri Perëndis, bën baba të ngjaj, duhet të reflektosh Perëndin. Ndryshe, thot fjala e Zotit, je kopil, je fals, nuk je original. Jeto lufto si biri Perëndis, si biri dritës dhe jo si biri errësirës. Vendos, lutu, medito, lufto që dëshirat e tua të reflektojnë dëshirat e Zotit. Vendos, lutu, medito, lufto që synimet e tua të reflektojnë synimet e Zotit, që fjalët e tua të reflektojnë fjalët e Zotit. Vendos, lutu, medito, lufto që veprimet e tua të reflektojnë veprimet e Zotit. A di ç'do të thotë i krishter? Një krisht i vogël. Një krisht i vogël, që do thotë ti je një krisht i vogël në ambientin, në kohën ku Zoti të ka sjell. Prandaj jeto si i tillë, lufto si i tillë. A do thotë që s'do biesh ndonjëherë? Do biesh, por do çohesh përsëri në këmbë, sepse Bibla thotë ne nuk jemi nga ata që tërhiqemi, por jemi nga ata që do të shkojmë drejt fundit. Derisa kur të mbyllësh sytë në këtë botë, do hapësh sytë direkt përpara Krishtit. Prandaj dhënë Zoti që udhëheqja e jetës tënde dhe udhëheqja e jetës time të jetë realisht, siç thot Bibla. Le ta lexojmë edhe një herë pasazhin që pam së bashku. Thoshte kështu: se ju nuk morët, që 14 thotë, se të gjithë ata që udhëhiqen prej frymës së Perëndis, këta janë bij të Perëndis, jo të gjithë, jo të tjerët. Të tjerët janë krijesa, nuk janë bij. Se ju nuk morët një frymë skllavërie për të pasur përsëri frikë, por morët frymën e birësimit me anë të cilës thrasim Aba, o Atë. Vetë fryma e Perëndis dëshmon bashkë me frymën tonë se jemi fëmijë të Perëndis. Le të lutemi. O Atë, faleminderit që na ke dhënë fjalën tënde të çmuar. Zot, faleminderit që na ke dhënë privilegjin që të njohim dhe të jemi fëmijët e tu. Na mëso, Zot, që në këtë udhëtimin ton për sa kohë na ka mbetur, derisa momenti të vijë do të jemi ballë për ballë në realitetin e madh me Krishtin. Aty ku jeta jon do të jetë përjetësisht me të, realisht me të. Na mëso, Zot, që në kohën e mbetur do të mund të jetojmë duke nderuar emrin tënd. Do të mund të shijojmë bukurinë të pasurit ty në jetën tonë dhe nuk do të kemi frikë, por do të gjejmë paqe brenda marrëdhënies së ngushtë me ty, o Zot, teksa thrasim Aba, o Atë. Na mëso, Perëndi, që jetën tonë ta ndërtojmë me emocione, me dëshira, me çdo aspekt në mënyrë që do të reflektojë Krishtin. Na mëso në këtë udhëtimin ton pavarësisht vendodhjes son, do të mund të ngjasojmë me Krishtin. Në emrin e të Cilit ne lutemi. Amen.